Министерот за економија Бесар Дурмиши вели дека доколку трговците ги зголемат цените во текот на месеците мај и јуни, против нив ќе бидат преземени построги мерки. Додава дека пазарниот инспекторат ќе спроведува вонредни и редовни инспекциски надзори до крајот на овој месец. Të gjithë tregtarët të cilët gjenden në vendin ton do të kontrollohen nga inspektorati I tregut. Dhe në fund të muajit do të bëjnë një raport, cilin raport do e sjellin edhe në Ministrinë të Ekonomisë dhe Punës, edhe në qeveri. Dhe në bazë të atij raportit, në qoftë do të hasim sjellje deviante të tregtarëve apo prodhuesve apo distributorëve, në qoftë do të hasim rritje enorme të pajustifikueshme të çmimeve të produkteve ushqimore, bazë do të ndërmarrim masa më rigoroze. Разговаравме со некои продавачи кои работат во малопродажба, но тие велат дека не е нивна вина. Тврдат дека робата што доаѓа од странство има одредена цена и се принудени да ги продаваат само за 5 или 10 денари профит, трпејќи загуби во повеќето случаи. Квартирите мне ме мар лир да апам лир. Па морам штринт да морат кој штринт, не не биен штринт. Штринт не биен. Се gjitha puna nuk e di me ne. Asnjë që skapit në humbje, në përfitim, në humbje. Skapit gjithë 10 dinar në lloni vagat ja. 10 dinar brenda imi. Skijim mora dalësh për në shkapak. Ta upim kohën, më të dalë dini, ama nuk ka kurrë. Mund të rresin tregtarët shmim. Tregtarët s'kan si të rresin shmim. Se shembull ajo do patligjona të gjëra që shajten për jashtë, ato vajnë për jashtë. S'ka tregtari si të rrejte, veç ai me shumicë gjëshet, ai e rrejte në shmimi. Ai shkon 10 dinar, 5 dinar fitaj. Ma shumë se shkon. Si cili tregtar e din si blen mallin e në çashtu e çon çmimin. Sot mund ta blej patligjonin 50 dinar, nesër mund ta blej 70 dinar. E ai pa që të rrejtë çmimin. Se çmimet luajn çdo ditë. Pas çmimin e sipim çmimin e. Keni pa gjenë bend çmimet. E ne 5 dinar s'kem fitem. 5 dinar. Gjithë ditën rrem kam, ç'çela. S'ka kur nisë nuk ka ashtu. E ne s'ka i thonë ka popullat. Që kjo është. Министерот за економија рече дека благодарение на мерките преземени од почетокот на годината, вклучително и ограничувањето на маржите за храна и хигиенски производи, економијата е постабилна и нема вонредно зголемување на цените. Најави дека на листата ќе бидат вклучени и нови производи со ограничени маржи.